Po presim drejta këta fonin. Parem, a jemi të akordin e prit që diktaforin dhe i vjena pianismi. Atëherë po fillojmë pra me rendin e ditës, po besoj që kërom kemi pas pauzës. Shpresoj që edhe asamblejistët që po mungojnë na bashkohen shpejt. Pas 5 pikave që përfundum, u dakorduam dhe votum që pika 6 jetë pyetje dhe përgjigje. E hap diskutimin për pikën e 6, pyetje dhe përgjigje. Kërkon fjalën dikush? Urnaz zotëri Emini. Në emër grupit parlamentar të LDK-s na nuk kemi pyetje për ekzekutivin. Arsyeja pse po dojmë i kursy në këtë seancë të kuvendit është që është mbledhja e parë, do thotë hera e parë që këta dalin publikisht para mbledhjes së kuvendit, kështu që nuk kam ndaj pyetje të veçantë për ta. Faleminderit shumë, zotëri Mujota. Tërheq fjalën, dikush tjetër? Orna. Faleminderit kryesues. Të nderuar kolegë të kuvendit, të nderuar të pranishëm, pasi që është fjalimi im i parë në këtë kuvend, dua të falenderoj secilin votues që më dhan besimin për të përfaqësuar ata në këtë mandat. Gjithashtu, me lejoni t'i uroj drejtorët e ri për detyrën që kanë marrë, ju uroj shumë shëndet edhe shumë suksese në punën e tyre. Kur jemi tek kjo pikë e ditës, unë do të kisha shumë dëshirë që sot të kemi një informatë të përgjithshme për gjendjen me COVID-19 në komunën e Shtimes, përfshirë edhe ato në shkolla, duke marrë parasysh që situata me pandemin është rënduar në tërë vendit. Faleminderit shumë. Nëse e ki të shkrume. Po do me fute proces verbali. Pyetja ishte? A ka dikush tjetër pyetje apo let përgjigjet? Okej, Adelina Orna. Atëherë faleminderit i nderuar kryesues. Gjatë fushatës politike që kemi pas, ndoshta kish më qenë mirë me qenë edhe kryetari Aliu këto se drejtori i shërbimeve publike, mirë po sido që tjetë. Pyetja është kryetari Aliu në fushatë është thirrur gjithmonë në lumin Shtimjania. Do e bëj këtë, do e bëj këtë. Mirë po siç po vrehet, nuk ka bërë asgjë. Kanë mërgjimtar të shkuën në lumin Shtimjania plot bërllog. Nëse nuk mundët me balet, kërkëm bashkëpunim se jena për mi dhanë. Edhe një pyetje për drejtorinë kulturin dhe sport, qysh është gjendja me sallën e sportit? Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër, ka një pyetje? Orna Besar Tamusliu, ka fjalën? Nderuar kryesues, të nderuar drejtor dhe gjithë ju kolegë. Atëherë, unë kam 3 pyetje, të cilat du t'i parashtroj dhe do kishte qenë mirë të ishte edhe kryetari këtu, po s'ka problem. Atëherë, pyetjet e mia janë lidhen me një temë. Me rastin e shënimit të përvjetorit 23 të masakrës së Reçakut, shumë familjarë të dëshmorëve më kanë parashtruar pyetje se pse nuk janë thirrur në orën përkujtimore në shtëpinë e kulturës. Kjo çështje po e ngris si shqetësim të tyre, të cilët më kanë kontaktuar mua, pasi që jam pjesë edhe unë e familjes të dëshmorëve. Andaj e ndjeva që këtë paknatësi si zëri qytetarëve ta shpej në këtë kuvend para jush.
Dhe pyetja e dytë e kam pse ne si të zgjedhur me vota të popullit nuk jemi të thirrur në këtë orë përkujtimore, ndërsa të emëruarit politik si të afërt të kryetarit, drejtorat kanë qenë të thirrur dhe ulur në këtë sallë. Ndoshta do kishte qenë më mirë që aty të ishin ulur familjarë të dëshmorëve të rënë në 15 janar. Dhe pyetja ime e tretë është, pse në këtë përvjetor nuk është përmendur komandanti Ahmet Kaçiku dhe bashkëluftëtarët e tij? Ju faleminderit. Faleminderit Vesarta, dikush tjetër? A I ki të adresu me dikun këto pyetje mirë specifike? Zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues. Pajtojna pak me kadrin që drejtoret janë 3, juroj gjithëve sukses e mandat. S'kam pyetje për drejtora, luljen kam shka veti, se kena bashkëpunu gatë me tonë, po edhe di përgjigjet. Kështu që kësaj rodhe edhe unë s'pë baj pyetje heq. Me qenë se jemi në kohë të pandemisë, unë kam mundësi të jap përgjigje, po fillimisht përshëndes kryesuesin, përshëndes të gjithë asamblestët e prezant që jeni këtu. Në komunën tonë deri më tani I kemi gjithsej 4 shkolla që janë online, të më thotë këto shkolla janë kryesisht në qytetin e Shtimës, si dhe një shkollë në fshatin Muzeqin. Gjithashtu e kemi të mbyllur përkohësisht edhe Qerdhën Albion Aslani, sepse edhe aty ka pasur të infektuar me COVID-19. Nga 24 janarit deri më sot janë raportuar se janë të infektuar me COVID-19 gjithsej 166 nxënës, 55 mësimdhënës dhe 5 punëtor ndihmës. Të gjitha shkollat që janë online domosdoshmë kanë shkuar për 10 ditë. Domosdoshmë brenda 10 ditë ata përsëri do të rikthehen mësimet I rregullt. Diçka tjetër të veçantë nuk kam, përpos se për herë të parë domosdoshmë ne si dyka kemi organizuar edhe ekipe mobile përmes QKMF-s në shtimet, të cilat kanë qenë shumë mazhor edhe do të mi falenderoj publikisht, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme ku kanë bërë domosdoshmë testet rapide në për shkolla. Nuk ka pas nevojë fare me shku në QKMF, por domosdoshmë drejt për drejt I kanë kryer testet në për institucione shkollore. Faleminderit. Derit drejtor, ishte edhe një pyetje për drejtoreshën e rinisë kulturës dhe sportit. Po, përshëndetje për të gjithë. Përgjigjem për gjithë për inspektor, të më thonë për drejtorinë tëmë do ta merresh seancën tjetër. Faleminderit. Fjalën ka kërku prapa Adelina Beqa. Drejtoresh, faleminderit. Nuk kërkova një përgjigje ku me di çfarë, veç po më intereson me di ti si drejtoresh, a ke bë vizit në shtëpinë e kulturës, në qendrën e sportit, domethënë këto ku zhvillohen aktivitetet e sportezën, sallën e sportit, edhe si drejtoresh që ke marrë detyrën e re, çysh tu ka dogë gjendja, apo zhvillohen aktivitetet në për këto salla, apo si qëndron puna? Po, unë I kom vizitu të gjitha, shtëpinë e kulturës, palestrën, muzeun e qytetit, edhe e di që është gjendja, edhe e dini edhe ju paraprakesh që keni lënë gjendjen. Kështu që na jemi në bisedë me kryetarin, edhe besoj që po ju e dini shumë mirë që keni lënë. Po është keq, do me thonë ju keq e keni lënë. Keq e keni lënë edhe keq është se na veç sa kemi marrë detyrën, edhe jemi në bisedë me kryetarin që do të ketë përmirësime. Kështu që seancën tjetër besoj që okay, faleminderit shumë. Faleminderit drejtoresh. Përgjigje tjera që u bën për drejtorinë përkatëse edhe përgjigjet që do t'i pyetjet që u bën drejtim kryetarit, besoj që do t'i merrni ose në seancën tjetër ose përmes
e malit. Faleminderit edhe një herë. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës. Pika 7. Raporti vjetor i buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2021. Ftoj zyrtarin kryesor financiar që Faleminderit. raportojnë. Fillimisht ju përshëndes gjithëve kryesuesin, kuvendart, drejtërët e drejtorive. Unë dokumentin e raportit buxhetor 2021 e kom dorëzu. Shpresoj që dhe ju e keni pranuar me kohë. Është i elaboruar në mënyrë shumë precize edhe pjesa dërmuese e informatave është nxjerr nga programi Free Balance, kështu që një pjesë fillimisht po shkruaj pjesën e hyrave, gjithmonë duke u nisë me elaboru burimin e financimit të buxhetit për vitin 2021, si grupohet, kjo do më thonë duke u nisur nga granti qeveritar me një përbërje prej 7.055.192 euro, tyrat vetanake 590.532, tyrat e bartra nga vitet paraprake kanë qenë 233.767, financimi donacionet kanë qenë 6.965 euro, financimi nga humarrja ka qenë 793.562, që në total buxhet është 8.680.018. Do më thonë, si burim kryesor i financimit buxhetit komunës tonë është granti qeveritar me një përbërje prej 78.23%. Pjesa tjetër, faqe 4, është elaboruar pjesa e hyrave vetanake. Janar-dhjetor janë grumbullu gjithsej 523.132.96 realizimit hyra për periudhën janar-dhjetor 2021, shprehjen përqindje apo 89%. Këtu është elaboruar edhe pjesa ku është si janë grumbullu hyra duke u nisur nga tatimi në pronë, është edhe viti 2020 ku është bërë krahasimi si me vitin 2020 për mrena, ashtu edhe me vitin 2021. Shëndrimi tokës bujqësore, do më thonë pjesa për tatimi në pronë, grumbullimit hyra ka qenë në nivelin më të lartë prej si më të mend si e hyrë buxhetore, do më thonë vlerën prej 242.629.74 cent. Shëndrimi tokës bujqësore, taksat për automjete, taksat për shfrytëzimin e hapësira publike, gjitha këto janë me rend përmendura, vetëm një pjesë e cila në raport me vitin 2020 është më e vogël është licenca apo pëlqimi komunal, që besoj që kanë ndikuar dhe pjesa e Covidit. Përveç grantit qeveritar të hyrat vetanake, atëherë kemi edhe donacionet në vlera për donacionet për drejtorinë e arsimit që është vlerë 6.840 euro, pra Bashkimit Evropian një donacion i bartë që po bartët nga vitin vet që është 104 euro dhe qeveria britaneze që ka një donacion që është i bartë nga vitet e mashme është në vlerë për 20.99 cent. Huamarrja për këtë vit në marrëveshjen e kredit miratuar nga Kuvendi i Kosovës është shpenzu vlera prej 56.809 euro pikë 75 cent. Faqe 7 është shpenzimet buxhetore janë prezantuar në faqe 7, ku gjatë kësaj periudhe organizatat janë buxhetore shpenzojnë shumën për 7.172.792.75 apo në përqindje 84.12%. Kretë kjo shumë është elaboruar edhe në faqen numër 8, ku shifet që nga pjesa e grantit qeveritar janë shpenzuar 6.530.066.59, nga të hyrat vetanake janë shpenzuar 402.959.61 dhe nga të hyrat e bartat vitit 22 dhe të thot janë shpenzuar 161.365.55. Granti i donatorëve mbrëmshme shpenzim ka në vlerën për 6.493, që në total i bje 7.172.792.75, e që përqindje thashë është 84.12%. Pjesa tjetër në faqe 9 është një elaborim ku kret ai shpenzim qysh ka ndodhur, domethënë të i përfshi pagat, të i përfshi kategoritë ekonomike, molla, shërbime, kapitale dhe komunali, njëkohësisht është edhe i shpërndarë si prej grantit qeveritar, ashtu prej të hyrave të vitit 21, si dhe të hyrave të bartura që do të thotë 22.
kështu që unë nuk po ju marr kohë më shumë, këtu i keni shumë specifike për secilën kategori, njëkohësisht unë muj me përfundu këto duke pritur që në rastisht mos ka dikush ndonjë pyetje për pjesën cilën elaborova edhe cilën e kum dokumentu para jush në fotin e paraport ligjor. Faleminderit. Faleminderit Bujar. Hap diskutimin, ka dikush ndonjë pyetje? Hamës Tërshani, le të përgatitet Recep Gashi, pastaj Muhamet Ademaj. Faleminderit kryesues, unë nuk kam pyetje. Thjesht kom pas rastin me lexu raportin e zyrtarit financiar, dhe ishte vetëm me falenderu për raportin shumë profesional dhe të kuptim plot. Kaq. Faleminderit. Shana, cili profesor Muhamet Ademaj Rna. Faleminderit kryesues për fjalën, e falenderoj zotin Ferrati për raportin. Në bazë të këtij raporti shihet se buxheti është shpenzuar 84.12%, të hyrat vetanike janë realizuar 89%. Është mirë që buxheti është shpenzuar sipas planifikimit. Buxheti komunës është e ditur se asnjëherë nuk mund të shpenzohet 100%. Ne e përkrohemi këtë raport dhe do ta votojmë si grup LDK dhe AKR. Faleminderit. Faleminderit profesor. Recep Gashi, pastaj Reshat Mojota. Faleminderit kryesues. Me të vërtetë është për të përshëndetur zyrtarin financiar, të cilin e ka bërë një raport shumë të detajzuar, por edhe është për të përshëndetur qytetarët e komunës së Shtimës, të cilët shifen si një trend pozitiv i inkasimit, duke krahasuar prej viteve 2020-2021, shifen se ky trend është rritur 55% të inkasimeve të hyra vetanake, kanë fjalën, edhe është për të përshëndetur. Faleminderit. Faleminderit, zotri Mojota. Faleminderit kryesues. Faleminderit për raportin. Vetëm e deshta më ia bëni pyetje, nuk kam vërejtje te raporti, është raport shumë i mirë, po çka s'kum hos në gjithë raport të hyrat vetanake, të inkasimi, du me po pyetje për parkingun edhe për tregun. Së nuk kum hos kërkun, a kanë hice atje janë mbledh do porë, dalë këtë i marke porë, ka pos, edhe këtu e kena pas morë në mandatin e kalun një vendim për mi adhon pastërtis. Se ka pranun pastërtia, nuk e kena shfuqizu vendimin e kuvendit, se kena silë më në kuvend mu shfuqizu aj vendim, edhe ato janë të bu do pore. A janë që të raport me naj emën të përbashk me diçka, apo për të veçantë unë së në kumë gjejtë kërkun që të raport e të hyrat edhe inkasimi ku janë, të hyrat vetanake, nëse mund më madhon në isë qanem për qëta. A ka tjerë, zotëri Ramonsa? Kryesues, faleminderit. Faleminderimi veçantë dhe përshëndetje sigurisht shkojnë për zyrtarin kryesor financiar. Materialin e kemi marrë, kemi analizu dhe si subjekt nuk kemi vërejtje. Kjo i bje që ka pas drejt në Emi Smoli që të ka emëru zyrtar kryesor financiar. Edhe në bazë fjalimeve të kolegëve, kështu që shpresoj që edhe kryetari aktual të bashkëpunoj me ty, se me të vërtetje profesional, ju rekomandoj kolegëve që ta votojmë këtë raport. Faleminderit. Faleminderit, zotëri Seferi. Faleminderit kryesues. Edhe ne si grup parlamentar pajtohemi që ky raport të votohet, meqense e përmendi edhe Rexha që me të vërtetë duhet me u përgëzu tyrat që ati kemi pasur më thonë nga vitin e vet, dhe me një farforme ky raport në bazë edhe të bojarëve që ka prezantuar në këtë mënyrë dhe në këtë format, besoj që duhet më kalu dhe me vazhdu tuti, meqense i përket një raportit të vitit kaluar, por jo edhe për tarmin që cilën kemi me pas mundësi për me diskutu gjithçka në atij raporti. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dikush tjetër? Atëherë zotëri Ferrati mund t'i përgjigjesh? Po. Faleminderit. Pyetja ke për të hyrat nga parkingjet dhe të hyrat nga tregu. Është e vërtetë që ato janë të fuzionuar këtu dikun,
po përmes me dhonë informatën e cila nuk është për momentin, se në cilën pjesë edhe ku është e fut në ato tyra dhe sa është shumë atyre, përgjigjen të ta merrni përmes email adresës, besoj ditën e hanë. Faleminderit. Faleminderit shumë zotëri Peroti, pasi që s'ka ma të paraqitur për me marrë fjallën, unë po e hedhë në votim raportin e financiar për vitin 2021. Kush është për? Atëherë, unanimisht konstatoj se kjo pikë e rendit të ditës kalon dhe vazhdoj me pikën e rendit të ditës në radhë që kemi është draft rregulloria komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2022. Ne kemi pru rregullorin ashtu siç ka qenë vitin e kaluar për shkak që mendoj jemi pak vonë që do të thotë kanë fillu me u bë pagesat me rregulloren e tashme dhe ke mendu që është mirë në këtë vetë me shku me këtë rregullore, po kjo mbetet në kompetencën e ju si asambleisa. A dojmë ta ndryshojmë, ta dërgojmë për dëgjim publik, apo si të veprojmë. Kështu që për këtë pikë po hap debatin, kush zotëri Ramusa, pastaj zotëri Seferi. Kryesues, faleminderit, me qenë se na nuk kem vrejtjen draft rregullore, edhe me nisë së ndryshojmë për gjo, po mos e rregulloria kuvendit e parashe me shku në debat publik, po propozojmë që të shkon në debat publik. Faleminderit. Zotëri Seferi, urna. Faleminderit, kryesues. Mendoj që edhe debati publik për një draft rregullore të këtillë është bë në vitin 2021. Nëse me të vërtet nuk ka me mujt me pas ndryshime të këtilla, mendoj që edhe nëse nuk shkohet në një debat publik nuk ka ndonjë rëndësi. Por megjithatë, duke qenë si propozim nga përparimi, mendoj që edhe nëse u jepet prap në format i këtill i një debati publik, nuk do të thotë që është një diçka e keqe. Megjithatë, nuk jemi kundër kësaj rregullore që është ardhur pikërisht me këtë ndryshim brenda këtij kuvendi. Faleminderit shumë. Dikush tjetër? Zotëri Emini. Me që edhe unë pajtohem me mendimin e grupit parlamentar të PDK-s që e njëjta të kaloj në debat publik. Unë nuk dyshoj që aja është mirë, po megjithatë debati publik mundet edhe me ta ndryshu ose me ta fresku me një farë forme në aspektin pozitiv, kështu që në shkon debat publik dhe jemi në rregull. Faleminderit zotëri Emini, zotëri Goshi. Faleminderit kryesues. Pikërisht unë pajtoj me parafolës, të cilët ky propozimi rregullores komunale për taksa, tarifa dhe gjoba të shkon në diskutim publik. Arsyeja pse të shkon në diskutim publik, ato me publiku me siguri do të nxjerrëm diçka të cilën përveç këtij propozimi, ato ku mund të ndërhyjmë, me siguri kur është interes e qytetarit do të ndërhyjmë ana si kuvendor. Faleminderit. Faleminderit zotëri Goshi, dikush tjetër? Atëherë, pasi që të gjithë janë të një mendimit, po hedhim votim kush është që rregulloria për draft rregulloria komunale për taksa, tarifa dhe gjoba për vitin 2022 të shkojnë në dëgjim publik. Na fat prej 15 ditë. Faleminderit. Atëherë, unanimisht konstatoj që kjo pikë e rendit të ditës përfundoi dhe vazhdoj me pikën e rendit të ditës që është e 9-ta me radhë. Është zgjedhja e komisionit për hartimin e planit të punës së kuvendit për vitin 2022. Do të thotë unë kam pa të arsyeshme që bashkarisht të gjitha subjektet të zgjedhin nga një përfaqësues, sidomos 3 subjektet që janë më të mëdha, duke përfshi PDK, Lëvizjen Vetëvendosje dhe LDK-n, që ta kenë nga një përfaqësues
dhe këtë draft plan të punës që kemë për vitin 2022, ta rishikojmë dhe aty ku ka nevojë të ketë ndërhyrje, të i bëjmë bashkarisht, që ta bëjmë një plan ashtu siç ka hije kuvendit. Dëshiron dikush fjalën për këtë pikë, po zotëri Ramusa? Faleminderit kryesues, pajtohena plotësisht me idenë që të bëhet një komision, po himi një herë në propozime, prej Partisë Demokratike propozohet Homs Tërshani. Prej lëvizjes vendosje, propozimi ynë është Sania Sadiku. Faleminderit shumë, nga LDK. Në emër të grupit të LDK AKR për Komisionin për hartimin e planit të punës së Kuvendit për 2022 propozoj Zënushën Rezart Ramadanin. Faleminderit. Atëherë më falni nëse unë mendova që t'janë 3 antarë, po nuk do të thotë kjo se unë kam mendu nuk mund të rritet numri, po ashtu e kam pa të logjikshme se nëse dikush është i pajtimit që të ketë 5 antarë, atëherë mund të ketë edhe propozime tjera. Adelina të kësha lutë mikrofonin edhe se s'po të ndëgjaj. Kryesues, kërkesa ime ka që me u caktu numri prej sa antarëve ka më përbë domethënë ky komision, edhe pastaj të zgjidhen emrat. Kjo është kërkesa ime. Faleminderit. Faleminderit shumë, unë që në fillim thash që të përfshihen prej 3 subjekteve nga një person, nga Okej, nëse se kam përmend kërkoj falje, po unë po mendoj që kam përmend. Nëse jo, atëherë kërkoj falje, kështu që po mbetet që t'janë këta 3 kandidat të propozuar dhe po hedhën votim. Kush është për? Faleminderit, atëherë konstatoj unanimisht që Komisionin për hartimin e planit vjetor 2022 të Kuvendit të Komunës janë këta 3 kandidat Homs Tërshani, Sania Sadiku dhe Rezart Ramadani. Vazhdoj me pikën tjetër të rendit të ditës, të 10-ën me radhë, e cila është propozim vendim për caktimin e orarit të mbledhjeve të rregullta të Kuvendit Komunal për vitin 2022. Besoj se gjithë e keni marrë planin se si do të zhvillohen ose në çfarë kohe, në çfarë termine do të zhvillohen mbledhjet e Kuvendit. Nëse dikush ka në ndryshim rreth orës apo datës, orna zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues, që dal ka dal pi vje fundi gati, rreth fundi mbledhjes. Kryesues, nuk kam vërejtje në data, veç kisha propozuar miqësisht ka njerëz që ditën e premte e shfrytëzojnë për frekuentim në xhami, dita e premte mos të jetë ditë e mbledhjes. Megjithëse unë e di që këto mund variojnë varësisht për agjendës kryetarit komunës, varësisht për agjendës tuaj, po në parim na ditës premte të shmangemi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Dikush tjetër? Ato që potencoj përparimin deshta me potencu edhe unë, me qenë se një praktikë tillë e kemi pasur në legislaturën e kaluar, me që dita e premte është me të vërtetë një frekuentim i atyre që e folin xhumon dhe mendoj që duhet me qenë ditë e lirë, do të thotë pa dashme unëzohen me seancat Kuvendit Komunal, por ndryshe si orar në ora 10 është sakt, vetëm që dita e premte të jetë ditë e lirë. Kjo është. Kështu që pajtohemi me këtë. Atëherë faleminderit. A mund të shkojmë që t'i shohim në kalendar ditët e premte dhe
Sa për sqarim. Apo Na vishë votim që e premta mos tjetë edhe e zhvendosni datën bashkë me sekretarin. Se di sa po Do të thotë jeni të pajtimit që ditën e premte mos të ketë seancë gjithë. Faleminderit zotëri Emini, atëherë i hudhim votim që seancat të fillojnë ora 9. Kush është për? Faleminderit, unanimisht. Edhe po unanimisht ishte. Heroina më duk. Kush më falë se nuk kundër, jo. Një kundër, abstenim. Atëherë votojmë edhe për ditën, që seancat cila ka rastësisht kanë në bazë të kalendarit në ditën e premte me ndru me një ditë për para ose 2. Tajten. Kush është për? Gjithë. Atëherë të gjithë unanimisht janë që ditën e premte mos të ketë seanca, por ditën e ajte aty ku kanë rënë në kalendar. Atëherë që nga pika fundit. Atëherë faleminderit gjithëve që sot ishi pjesëmarrës. Uroj që kaloni vikend të mirë dhe shihemi në seancën e radhës.